Qendra Kulturore e Fëmijëve është një prej organizatorëve si dhe pjesëmarrësve në 10 aktivitete në qytetin e Vlorës përgjatë vitit. Albana Tushe Curo, drejtuesja e kësaj qendre, thotë se përgjatë muajit tetor që lan pas, një sër aktivitetesh u organizuan nga kjo qendër. Drejtuesja e Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Vlorë thotë se këto aktivitete kanë qenë të shumëllojshme, si aktivitete sportive, artistike, kulturore, por edhe shkencore. Duke bërë një përmbledhje të aktiviteteve të realizuara, Albana Tushe Curo thotë se në to janë përfshirë të gjithë grup moshat. Aktivitete këto që sipas drejtueses janë organizuar fal edhe bashkëpunimit të disa institucioneve lokale. Tetori ishte një muaj të mbushur me aktivitete. Kemi filluar me aktivitetin e gjuhëve të huaja, diversiteti gjuhësor. Kemi vazhduar me aktivitetin për festat për ditën e çlirimit, 15 tetorin. Kemi bërë krosin masiv të qytetit në bashkëpunim me Zvan dhe Bashkinë Vlorë dhe jemi bashkuar koncertit të madh në Teatrin Petro Marko me të gjitha forcat e qytetit, si me Pallatin Labëria dhe me Teatrin Petro Marko. Kemi vazhduar pastaj me eklipsin e fjalës artistike, një aktivitet shumë i bukur dhe shumë i veçantë, të cilin e ka organizuar një ish nxënës që shëritur në ambientet e qendrës sonë, ishte iniciativa e tij dhe ne e mbështetëm, Shon Malaj, në bashkëpunim me të gjithë poetët e qytetit. Për Qendrën Kulturore të Fëmijëve, nëntori është muaj më i rëndësishëm, me numrin më të lartë të aktiviteteve përgjatë tij. Albana Tushe Curo, drejtuese kësaj qendre, tregon disa nga aktivitetet që janë zhvilluar dhe do të zhvillohen përgjatë muajit të pavarësisë. Sipas saj, këto aktivitete të shumëllojshme do të kenë në qendër festat e nëntorit, motivet dhe simbolet kombëtare. Risi për këtë vit, sipas Albana Tushe Curos, është festivali i koreve të përbëra nga nxënësit e shkollave të qytetit. Ne kemi menduar këtë vit të sillim një risi në agjendën e aktiviteteve. Kemi kërkuar dhe shpresojmë që do të realizojmë festivalin e parë të këngëve korale me shkollat nëntëvjeçare të qytetit. Çdo shkollë do të përfaqësohet me 2 këngë patriotike në këtë festival. Kjo do të jetë një bashkëpunim i ZVA-s bashkë me Bashkinë Vlorë. Kemi menduar dhe kemi në agjendën tonë ekspozitën e pikturës me pjesëmarrjen e gjithë piktorëve të vegjël të shkollave nëntëvjeçare të qytetit, të titulluar Ngjyrat e nëntorit. Si gjithmonë kemi koncertin festiv, tradicionalin që ne organizojmë çdo vit në Teatrin Petro Marko, me korin prej 250-300 fëmijë, ku do të jenë pjesëmarrës të gjithë talentet, jo vetëm të Qendrës Kulturore të Fëmijëve, por të gjithë talentet dhe të gjithë fëmijët që kanë dëshirë të marrin pjesë në këto evente. Muaji i pavarësisë do të jetë tepër i rëndësishëm me aktivitete të ngjeshura, të cilat do të organizohen nga Qendra Kulturore e Fëmijëve. Aktivitete këto në sport, kulturë dhe arte, të cilat do të kulmojnë me koncertin festiv ditën e pavarësisë.